Seanca paraprake në GJKK për dosjen Partizani është shtyrë sërish. Shkak është bërë kërkesa avokatëve mbrojtës për të përjashtuar gjyqtaren Flojera Davidi. Seanca e radhës në ngarkim të ish kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Marber Maltezi dhe 3 të panderëve të tjerë, do të mbahet në 5 maj në orën 11:30. Avokati Genz Gjokuta i deklaroi se përjashtimi është kërkuar për një anshmëri të theksuar të vendimarrjes së gjyqtares. Pa shpjeguar shkaqet e lishmërisë apo pa lishmërisë së kërkimeve tona, mori një vendim të padrejtë. Sot ne depozituam në formë të shkruar kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi. Seanca u ndërpre, sepse gjyqtarja as mund të marrë dhe as mund të jap vendim pa u shprehur një gjyqtar i gatshëm apo një gjyqtar tjetër i kësaj gjykate në lidhje me përjashtimin e saj. Në seancën e të mërkurës GJKK rrëzoi kërkesat e avokatëve për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të akteve të dosjes dhe pavlefshmëri të akteve të ekspertimit financiar, për të cilat mbrojtësit ligjor të panderëve pretendojnë se janë kryer nga ekspert të palicencuar. Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv për favorizimin e dhëndrit të tij Marber Maltezi në privatizimin e ish kompleksit Partizani, ndërsa Maltezi akuzohet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash pasi dyshohet se ka përfituar 5.4 milion euro në ndërtimin e pallateve në këtë truall.